Më 28 dhjetor të vitit 1685, në Londër shenjtërohet manastiri Westminster, i njohur si Westminster Abbey. Sipas gojdhënës, më shumë se 1000 vjet më parë, një peshkatar në lumin Thames pa vizionin e Shën Pjetrit në breg. Manastiri u ngrit pikërisht në vendin ku shfaq Shën Pjetri. Kjo është arsyeja përse peshkatarët e kanë bërë zakon që t'i dhurojnë peshq salmon çdo vit këtij manastiri. Historikisht, Westminster Abbey u themeluan në vitin 960 nga Shën Dunstan, i ndihmuar nga mbreti Edgar për të strehuar një komunitet murgjësh. Në vitin 1042, mbreti Edgar filloi restaurimin a rindërtimin e manastirit të Shën Pjetrit në Westminster Abbey. Punimet përfunduan në vitin 1090, por objekti u shenjtërua më parë, më 28 dhjetor të vitit 1065, vetëm një javë para vdekjes së mbretit Edgar, më 5 janar të vitit 1066. Një javë më vonë, mbreti u varros në këtë kishë, dhe 9 vjet më vonë, gruaja e tij, Edith, u vendos pranë varrit të tij. Që nga ajo kohë, monarkët britanik janë varrosur në Westminster Abbey. Më 28 dhjetor të vitit 1612, Galileo Galilei bëhet astronomi i parë që vëzhgon planetin Neptun, ndonse ai gabimisht e quajti atë një yll të palëvizshëm. Për këtë arsye, Galilei nuk njihet si zbuluesi i Neptunit. Megjithse, disa shkencëtarë thonë se në shënimet e tij, astronomi italian thotë se ylli dukej sikur lëvizte, siç është veçoria e planeteve. Më 28 dhjetor të vitit 1832, John Calhoun bëhet i pari nën presidenti i Shteteve të Bashkuara që jep dorëheqjen. Ai ishte në konflikt me presidentin Andrew Jackson rreth të drejtës së shteteve për t'u shkëputur nga Unioni. Calhoun argumentonte se një shtet kishte të drejtë për t'u shkëputur nëse i rrezikohej liria dhe sovraniteti. Presidenti Jackson mbronte idenë federaliste se asnjë shtet nuk kishte të drejtë të shfuqizonte ligjin federal. Gjatë një darke zyrtare, presidenti Jackson ngriti një dolli dhe thiri: Bashkimi Federal duhet të ruhet. Dhe nën presidenti Calhoun përgjigj: për bashkim, po, por krahas lirisë që është më e dashur. Pas kësaj, Jackson i kërkoi dorëheqjen dhe Calhoun u largua. Ai ndroi jetën në vitin 1850, pa arritur të shohë luftën civile amerikane të viteve 1860, e cila u shkaktua kur disa shtete u përpoqën të shkëputeshin, duke thënë se sovraniteti dhe liritë e tyre ishin shkelur nga qeveria federale. Më 28 dhjetor të vitit 1836, Spanja njeh pavarësinë e Meksikës. Ky territor kishte rënë në duart e Spanjës në gusht të vitit 1521, kur Hernán Cortés dhe ushtria e tij përmbysi perëndorinë azteke. Në urdhrat e mbretit spanjoll Charles V, Cortés themeloi një kryeqytet, Meksiko. Pushtimi i Spanjës nga Napoleoni në vitin 1808 deri në 1813 nxiti kolonitë spanjolle të ngrinin krye. Meksikanët e filluan kryengritjen për pavarësi më 16 shtator, kur një prift katolik nga fshati Dolores lëshoi thirrjen për çlirim nga sundimi kolonial. Meksika është ndoshta i vetmi vend në botë që doli nga perëndoria për t'u bërë perandori.
dhe ditët e fillimit të luftës për pavarësi e feston si ditën e pavarësisë, sepse Meksika u shpall e pavarur dhe njëkohësisht perandori pas 11 vjetësh, pikërisht më 28 shtator të vitit 1821, kur forcat meksikane hynë në kryeqytetin Meksiko. Më 28 dhjetor të vitit 1914, Franca dhe Rusia protestojnë pranë Italisë, pasi trupat e saj kishin pushtuar Vlorën dhe flota italiane kontrollonte portin. Italia u justifikua se ushtria kishte hyrë në Vlorë me kërkesën e Esat Pash Toptanit, ndërsa Shqipëria po përfshihej nga anarkia. Historianët thonë se Italia kishte vepruar për t'i treguar Austrisë se nëse Viena nuk ndalte sulmin ndaj Serbisë, Roma si kundërpërgjigje do të vazhdonte përparimin në territorin shqiptar. Më 28 dhjetor të vitit 1945, Kongresi miratoi betimin zyrtar përpara flamurit të Shteteve të Bashkuara. Betimi, autori të cilit nuk dihet me saktësi, u botua fillimisht në një revistë me rastin e ditës së Kolombit, më 12 tetor të vitit 1892. Sot, shumë mbledhje të karakterit civil hapen me recitimin e betimit. Gjithashtu, shumë shkolla në Shtetet e Bashkuara e fillojnë mësimin duke lexuar betimin. Nxënësit ngrihen në këmbë dhe vënë dorën në gjas mbi zemër, betohen përpara flamurit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Republikës që ai përfaqëson. Një vend nën Zotin, i pandar me liri dhe drejtësi për të gjithë, thuhet në tekstin e betimit. Fjalët nën Zotin u shtuan në qershor të vitit 1954 me këmbënguljen e presidentit Eisenhower. Më 28 dhjetor të vitit 1856 lindi në Staunton të shtetit Virginia, Thomas Woodrow Wilson, i cili do të bëhej presidenti 28 i Shteteve të Bashkuara. Shumë historianë shohin atë si njërin nga presidentët më me ndikim të shekullit të 20. Woodrow Wilson, siç njihej, ai në përgjithësi ishte diplomat në drejtësi dhe kishte një dekorat për shkenca politike. Ai ka qenë rektori i një universiteti në New Jersey dhe që zgjedhur guvernator i këtij shteti në vitin 1910. Në vitin 1912, ai u zgjodh presidenti i Shteteve të Bashkuara. Wilson luftoi për reforma. Ai kërkonte mbrojtjen e punëtorëve, forcimin e sistemit bankar dhe kufizimin e fuqisë së korporatave të mëdha. Wilson u përpoq të jepte fund luftës së parë botërore, e cila kishte shpërthyer në vitin 1914 dhe t'i mbante Shtetet e Bashkuara jashtë kësaj lufte. Në vitin 1917, me ngurrim, ai vendosi hyrjen e Amerikës në luftë. Kjo i ndihmoi aleatët të arrinin fitore në vitin 1918. Një vit më vonë, ai u godit të rënd nga hemiplegjia, për të cilin disa thonë se u shkaktua nga kundërshtimi që ndeshën shumë nga propozimet e tij për paqe. 2 vitet e fundit të karrierës si president, ai kaloi si invalid dhe sipas disa historianëve, punët e qeverisë pothuajse drejtoheshin nga gruaja e tij, Edith. Woodrow Wilson ndroi jetë në vitin 1924, 3 vjet pas largimit nga posti i presidentit. Më 28 dhjetor të vitit 1922, lindi në New York karikaturisti Stan Lee. Stan Lee është një autor dhe botues stripave, bashkë me vizatuesit Jack Kirby dhe Steve Ditko. Krijoi një seri nga superheroi klasik. Më i njohuri për të gjithë është Spider-Man. Në vitin 2002, dubloi vetë në serinë animuar Simpson. Sigurisht edhe kjo e njohur për të gjithë në ekspozitën e sezonit të 13.
Më 28 dhjetor të vitit 1925 ka ndëruar jetë shkrimtari rus Sergej Jesenin. Ai ishte një poet lirik rus. Jesenin është një nga poetët rus më të popularizuar dhe më të njohur të shekullit të 20. Botoi librin e tij të parë me poezi dhe nëpërmjet koleksionit të tij me poezi prekse për dashurinë dhe jetën e thjeshtë, ai u bë një nga poetët më të njohur, por edhe kritikonte gjithnjë politikën. Në kohën e Stalinit dhe Nikita Hrushov, veprat e tij u ndaluan edhe pse lexuesi i kishte për zemër dhe si pikë referimi. Më 28 dhjetor të vitit 1925, Jesenin u gjeti vdekur në dhomën e tij në hotel në Shën Petersburg. Poema e tij e fundit, Lam të mirë, miku im, lam të mirë, sipas Wolf Enrich, ju dha një ditë më parë. Jesenin është ankuar se nuk kishte ngjyrë në dhomë dhe ai u detyrua të shkruante me gjakun e tij. Jesenin u varos më 31 dhjetor të vitit 1925 në Moskë. Varri i tij është shënuar me një skulpturë mermeri të bardhë.